Horoskopi javor për datat 4 maj deri më 10 maj 2026. Dashi. Kjo javë sjell një rritje të energjisë dhe entuziazmit, ndërsa Marsi, planeti juaj sundues, rreshtohet në mënyrë të favorshme në shenjën tuaj. Do ta gjeni veten plot ide dhe me dëshirën për t'i ekzekutuar ato në mënyrë efektive. Në punë, përfitoni nga kjo periudhë dinamike për të çuar përpara projekte ose propozime të ngecura. Vendosmëria juaj mund t'i bëjë përshtypje mbikëqyrësve, por mos harroni të balanconi natyrën tuaj të zjarrt me diplomacinë për të shmangur konfliktet me kolegët. Në çështjet personale, yjet ju inkurajojnë të shprehni ndjenjat tuaja hapur, duke nxitur lidhje më të thella me të dashurit. Marrëdhëniet romantike mund të përjetojnë një ndjenjë të ri për të rirë pasioni dhe beqarët mund të hasin perspektiva të reja emocionuese këtë javë. Sidoqoftë, keni kujdes nga tensioni i mundshëm në mes të javës, kur lajmet e papritura mund të prishin planet. Fleksibiliteti është çelësi. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj të bollshme në aktivitete fizike. Është një kohë e shkëlqyer për të filluar një rutinë të re fitnesi. Mbani një sy në dietën tuaj për të ruajtur ekuilibrin. Reflektoni dhe rimbushni energjitë në fundjavë. Demi. Kozmosi ju fton të përqendroheni në rritjen personale dhe vetë reflektimin këtë javë. Me Venusin që lëviz në përshenjën tuaj, ju jeni të frymëzuar për të thelluar kuptimin tuaj për veten dhe dëshirat tuaja. Kjo është një periudhë e favorshme për vendosjen e objektivave të zhvillimit personal dhe vlerësimin e rrugës suaj aktuale të jetës. Profesionalisht, durimi dhe përkushtimi juaj do të shkëlqejnë, duke ju fituar admirim nga kolegët. Jeni të përgatitur për mundësi të papritura për të shfaqur aftësitë tuaja, veçanërisht në sipërmarrjet krijuese. Financiarisht, jeni të kujdesshëm, këshillohet të shmangni shpenzimet impulsive pavarësisht ofertave joshse. Në marrëdhënie, ekziston mundësia për keq komunikime, veçanërisht me të dashurit, përpiquni për shkëmbime të qarta dhe të dhëmshura. Ndërsa afrohet fundjava, përparësia e kujdesit për veten do të jetë e dobishme. Një pushim i shkurtër ose marrja me një hobi mund të ofrojë relaksim shumë të nevojshëm. Kushtojini vëmendje sinjaleve shëndetësore që dërgon trupi juaj dhe merrni në konsiderat integrimin e praktikave të vetdijes për të rritur ndjenjën tuaj të mirëqenies. Përqafoni ndryshimin dhe rritjen. Binjakët. Kjo javë premton një rrjedhë të gjallë komunikimi dhe rrjedhëzimi, ndërsa Merkuri, planeti juaj sundues, ndikon në tabelën tuaj. Ka të ngjarë të gjeni veten në një kërkesë të lartë shoqërore dhe profesionale. Përqafojeni këtë periudhë për të zgjeruar lidhjet tuaja dhe për të ndarë idetë tuaja inovative. Në punë, bashkëpunimi është çelësi, shkathësia juaj do të jetë një aset në mjediset e ekipit, prandaj përgatituni të dilni si udhëheqës nëse është e nevojshme. Financiarisht, merrni në konsiderat mundësitë për të rritur të ardhurat tuaja përmes investimeve të zgjuara ose sipërmarrjeve anësore. Në jetën tuaj personale, mund të hasni biseda stimuluese që sfidojnë perspektivat tuaja, duke çuar në rritje personale. Megjithatë, keni kujdes të dëgjoni në mënyrë aktive dhe të shmangni dobësimin e tepërt, pasi nivelet e energjisë suaj mund të bien deri në mesjavë. Kjo është gjithashtu një kohë e favorshme për të ndrequr çdo konflikt ose keqkuptim me miqt ose partnerët, duke nxitur lidhje më të forta. Sa i përket shëndetit, sigurohuni që të balanconi dietën tuaj dhe të mbani aktivitet të rregullt fizik për të mbajtur energjitë tuaja të qëndrueshme dhe të gjalla. Gaforja. Kjo javë ju inkurajon të jepni përparësi mirëqenies emocionale dhe jetës në shtëpi, pasi ndikimet hënore rrisin ndjeshmërinë tuaj. Mund të ndiheni të detyruar të tërhiqeni në zonat tuaja të rehatisë, duke e bërë atë një kohë optimale për vetanalizë dhe për të ushqyer lidhjet familjare. Profesionalisht, durimi do të jetë aleati juaj pasi mund të ndodhin vonesa në projekte, besoni në proces dhe përqendrohuni në qëllimet afatgjata. Intuita juaj është e rritur, duke çuar potencialisht në përparime në zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve. Financiarisht, jeni të kujdesshëm me burimet, mund të lindin shpenzime të papritura. Në çështjet e zemrës, do të zbuloni se komunikimi i kujdesshëm dhe empatik forcon marrëdhëniet, veçanërisht rreth mesjavës kur shkëmbimet emocionale janë të mundshme. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga lidhje më të thella se zakonisht. Sa i përket shëndetit, theksoni teknikat e menaxhimit të stresit, të tilla si meditimi ose yoga, për të ruajtur ekuilibrin. Ndërsa java përfundon, përdorni fundjavën për të rimbushur në natyrë ose për të shijuar kënaqësitë e thjeshta që ju sjellin gëzim dhe paqe. Luani.
Yjet rreshtohen këtë javë për të nxjerrë në pah kreativitetin dhe shprehjen e vetvetes, duke ju ftuar të përqafoni talentin tuaj të brendshëm. Me diellin që ndriçon tabelën tuaj, vetbesimi dhe karizma juaj janë në kulmin e tyre, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për prezantime, negociata ose projekte krijuese. Profesionalisht, cilësitë tuaja të leadershipit do të shkëlqejnë, duke frymëzuar ata përreth jush. Megjithatë, keni kujdes të mos bëheni arrogant, lini hapësirë për bashkëpunim dhe ide të larmishme. Financiarisht, kjo periudhë është premtuese për investime dhe rritje të aseteve tuaja, por kujdesi i duhur është i nevojshëm. Në marrëdhëniet personale, energjia juaj e gjallë mund të forcojë lidhjet romantike për sa kohë që komunikoni me empati. Beqarët mund të tërheqin admirues përmes aurës së tyre të gjallë. Kini kujdes që të mos e teproni me veten në shoqëri, pasi pushimi është po aq i rëndësishëm. Sa i përket shëndetit, ekuilibri është çelësi, sigurohuni që të ndani kohë për relaksim mes agjendës suaj të ngjeshur. Deri në fundjavë, kërkoni rrugë krijuese që rigjallërojnë shpirtin tuaj dhe shijoni momentet e eksplorimit artistik. Virgjëresha. Këtë javë ju fton të përqendroheni në organizimin dhe përmirësimet e produktivitetit. Me Merkurin që ndikon në sektorin tuaj të rutinës së përditshme, është një kohë e përshtatshme për të përmirësuar proceset në punë dhe për të optimizuar efikasitetin. Kjo mund të përfshijë rishikimin e planeve të projektit ose zbatimin e strategjive të reja që rrisin prodhimin tuaj. Aftësitë tuaja analitike janë të mprehta, prandaj besoni instinkteve tuaja kur bëhet fjalë për zgjidhjen e problemeve. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e planeve tuaja buxhetore për të reflektuar prioritetet tuaja aktuale dhe qëllimet afatgjata. Marrëdhëniet personale mund të kalojnë në plan të dytë në krahasim me angazhimet e punës, por sigurohuni që tua komunikoni nevojat tuaja të dashurve për të shmangur keqkuptimet. Mesjava ofron një shans për të zgjidhur problemet e mbetura me diskutime të hapura. Sa i përket shëndetit, është thelbësore të ruani një stil jetese të ekuilibruar. Përfshini një përzierje të aktivitetit fizik dhe relaksimit mendor, siç është leximi ose meditimi. Ndërsa java përfundon, merrni në konsiderat planifikimin e aktiviteteve të këndshme që ju lejojnë të relaksoheni, duke ju përgatitur për sfidat dhe mundësitë që ju presin. Peshorja. Kjo javë sjell fokus në partneritete dhe balancimin e përgjegjësive personale dhe profesionale. Ndërsa Venusi rrit aftësitë tuaja diplomatike, përpiquni të nxisni harmoninë në marrëdhënie, si në punë ashtu edhe në shtëpi. Bashkëpunimet mund të jenë shumë të dobishme nëse trajtohen me respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Nëse keni qenë duke konsideruar një partneritet ose projekt të ri, kjo periudhë është e favorshme për të eksploruar opsionet. Financiarisht, optimizmi i kujdesshëm ju udhëzon, kërkoni këshilla kur merrni në konsiderat investimet. Çështjet personale mund të kërkojnë vëmendje, veçanërisht me marrëdhënie të ngushta ku komunikimi i sinqert do të ndihmojë në sqarimin e keqkuptimeve. Jini të vetëdijshëm për ndryshimin e energjisë në mesjavë që mund të krijojë tension, të qëndroni mendje hapur është thelbësore. Shoqërisht, mund të tërhiqni njohje të reja që ndajnë vlerat dhe interesat tuaja. Nga ana shëndetësore, ruajtja e ekuilibrit është jetike, përqendrohuni në një dietë të ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta për të mbajtur vitalitetin tuaj të lartë. Ndërsa afrohet fundjava, angazhimi në aktivitete artistike ose kulturore mund të ofrojë relaksim dhe të frymëzojë një perspektivë të re, duke rritur kreativitetin dhe ekuilibrin tuaj emocional. Akrepi. Këtë javë ju sfidon të përqafoni ndryshimin dhe transformimin. Me ndikimin e Plutonit mund të gjeni veten duke rivlerësuar fusha të rëndësishme të jetës, duke përfshirë shtigjet e karrierës dhe bindjet personale. Kjo fazë transformuese ju inkurajon të lironi atë që nuk i shërben më rritjes suaj, duke hapur rrugën për mundësi të reja. Profesionalisht, zgjuarësia dhe të menduarit tuaj strategjik do të jenë të dobishme, ka të ngjarë të zbuloni potenciale të fshehura në projektet tuaja. Financiarisht, qëndroni vigjilent dhe shmangni vendimet impulsive, merrni në konsiderat kërkimin e këshillave nga bashkëpunëtor të besuar. Në marrëdhënie mund të shfaqen emocione intensive, duke ju nxitur të përballeni me çështjet themelore. Bisedat e sinqerta mund të çojnë në mirëkuptim dhe shërim të thellë. Beqarët duhet të jenë të hapur ndaj takimeve të papritura romantike. Sa i përket shëndetit, është e rëndësishme të menaxhoni nivelet e stresit. Një hobi tërheqës ose ushtrime të rregullta mund të ofrojnë një mundësi pozitive për energji.
Përdoreni fundjavën për vetë analizë dhe për të rimbushur bateritë tuaja emocionale, duke ju përgatitur për udhëtimin transformues që ju pret. Shigjetari. Këtë javë ndes shpirtin tuaj aventuresk dhe etjen për dije. Jupiteri, planeti juaj sundues, rrit dëshirën tuaj për eksplorim dhe të mësuar, duke e bërë atë një kohë ideale për të zgjeruar horizontet tuaja përmes udhëtimeve, përvojave kulturore ose ndjekjeve akademike. Profesionalisht, entuziazmi juaj do të frymëzojë të tjerët dhe projektet bashkëpunuese mund të shohin përparim të konsiderueshëm. Financiarisht, jini të hapur ndaj ideve inovative, por sigurohuni që të peshoni plotësisht pro dhe kundrat. Marrëdhëniet personale mund të përfitojnë nga optimizmi dhe spontaniteti juaj, megjithatë, keni kujdes nga angazhimet e tepërta. Hapja emocionale do të thellojë lidhjet me të dashurit. Shigjetari beqar mund të hasë perspektiva interesante në ngjarje shoqërore ose tubime kulturore. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj dinamike në aktivitete fizike që janë si sfiduese ashtu edhe argëtuese, të tilla si ecja në natyrë ose një sport i ri. Deri në fundjavë, gjeni kohë për praktika reflektuese si shkrimi i ditarit ose meditimi për të integruar përvojat tuaja dhe për të përgatitur për aventurat e ardhshme. Përqafojeni këtë kohë rritjeje dhe zgjerimi. Britsjapi. Këtë javë thekson ndërtimin e stabilitetit dhe planifikimin afatgjat, të nxitur nga ndikimi i Saturnit që mbështet tokën. Përqendrohuni në konsolidimin e përpjekjeve tuaja në punë, përkushtimin ndaj përgjegjësive tuaja nuk do të kalojë pa u vënë re nga e prorët. Kjo periudhë është optimale për vendosjen e qëllimeve afatgjata të karrierës dhe hedhjen e themeleve për arritjet e ardhshme. Financiarisht, mund të merrni njohuri për menaxhimin e burimeve tuaja në mënyrë më efektive, duke çuar potencialisht në rritje të kursimeve ose investimeve të mençura. Marrëdhëniet personale mund të kërkojnë durim, komunikimi dhe mirëkuptimi i qartë do të ndihmojnë në zgjidhjen e çdo tensioni që lind. Jepini përparësi kohës cilësore me familjen, duke riafirmuar lidhjet emocionale. Për beqarët, ndërveprimet shoqërore mund të ofrojnë lidhje premtuese, qëndroni të hapur ndaj mundësive. Sa i përket shëndetit, është thelbësore të ruani një rutinë të ekuilibruar me vëmendje si për gjendjen fizike ashtu edhe për mirëqenien mendore. Ndërsa java përfundon, planifikoni pak kohë pushimi për të rimbushur dhe për të reflektuar mbi arritjet tuaja, duke u siguruar që jeni të përgatitur mirë për përpjekjet e ardhshme. Përqafoni përparimin e qëndrueshëm drejt ambicieve tuaja. Ujori. Këtë javë vë në qendër të vëmendjes inovacionin dhe kreativitetin, ndërsa Urani nxit imagjinatën tuaj. Idetë tuaja shpikse mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në punë, veçanërisht në projektet ekipore ku perspektiva juaj unike vlerësohet shumë. Përqafoni mundësitë për të ndarë këtë njohuri, vizioni juaj mund të çojë në përparime dhe drejtime të reja. Financiarisht, jeni të kujdesshëm, analizoni plotësisht opsionet para se të merrni angazhime. Në aspektin shoqëror, ka të ngjarë të zgjeroni rrjetin tuaj, duke u lidhur me individ me mendje të ngjashme që ndajnë pasionin tuaj për ndryshim. Marrëdhëniet personale gjithashtu përfitojnë nga mendjehapuria juaj, duke nxitur ndërveprime dinamike dhe biseda të thella. Beqarët mund të tërhiqen nga perspektiva të pazakonta, duke çuar në lidhje emocionuese. Sa i përket shëndetit, është thelbësore të balanconi ndjekjet tuaja inovative me aktivitete themelore si yoga e ndërgjegjshme ose meditimi për të ruajtur qartësinë mendore. Ndërsa afrohet fundjava, kënaquni me hobi krijuese ose eksploroni teknologji të reja për të kënaqur kuriozitetin tuaj intelektual, duke e mbajtur shpirtin tuaj të freskët dhe të etur për përpjekjet e ardhshme. Peshqit. Këtë javë nxjerr në pa njohuritë intuitive dhe lidhjet emocionale, duke u përqendruar në thellimin e marrëdhënieve tuaja. Ndikimi i Neptunit rrit ndjeshmërinë dhe empatinë tuaj, duke inkurajuar ndërveprime kuptimplote me të dashurit. Kjo është një kohë e përkryer për të kultivuar mirëkuptimin emocional dhe për të kultivuar ëndrat e përbashkëta. Në mjediset profesionale, besoni instinkteve tuaja. Aftësia juaj për të lexuar midis rreshtave është një aset i vlefshëm që mund të udhëheqë negociatat dhe të nxjisë punën në grup. Financiarisht, ndiqni një qasje të kujdesshme, veçanërisht me propozimet e reja. Kreativiteti rrjedh, duke e bërë atë një kohë ideale për t'u angazhuar në projekte artistike ose hobi që ju frymëzojnë. Sa i përket shëndetit, keni kujdes për nivelet tuaja të energjisë, duke siguruar një qasje të ekuilibruar ndaj pushimit dhe aktivitetit për të shmangur lodhjen. Meditimi dhe ushtrimet e buta si noti ose tai chi mund të ndihmojnë në ruajtjen e qetësisë dhe fokusit.
ndërsa java po mbaron, kërkoni ngushëllim në natyrë ose shijoni momente paqësore reflektimi, duke lejuar që mençuria juaj e brendshme t'ju udhëheq përpara me besim dhe hir. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.